Është e pabesueshme çfarë ka zbuluar SPAK-u. Sot kanë arrestuar disa zyrtar të lartë me një akuzë shumë të rëndë. I akuzojnë që kanë marrë peng një sipërmarrës për ta detyruar atë që të tërhiqet nga gara në një tender. Dhe nuk e kanë marrë peng me bandit, nuk e kanë marrë peng vetë, por e kanë marrë peng duke përdorur oficer policie. Praktikisht kanë përdorur policinë për të marrë peng një qytetar shqiptar. Kjo ka ndodhur me tenderat e Akshit. Akshi është gropa e zezë e tenderat sekreteti Ramës. Drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, është e arrestuar me akuzë jo vetëm për veprën penale të përcaktimit të fituesit të tenderit, por me veprën penale të marrjes pjesë në një grup të strukturuar kriminal. Bashkë me atë është kërkuar arresti me burg për ish shefin, ose më mirë, zëvend shefin e policisë të Tiranës, Eminenca Gri Ergysagazi dhe disa zyrtar të tjerë. Praktikisht jemi në nivelet e Meksikës. Çfarë do thotë Edi Rama tani? Si do ta justifikoj përfshirjen e policisë në një pengmarrje? Si do ta justifikoj arrestimin e drejtoreshës të Akshit, një njeri jashtëzakonisht shumë afër rrethit të ngushtë të tij? Do sulmoj SPAK-un, do sulmoj oficerët e BK-s? Presim të dëgjojmë reagimin e Edi Ramës.